Mbrëm rreth orës 20:40 në rrugën rajonale Tetov Shkup në nyjen e Grupçinit, punonjësit policor nga Departamenti Policor Grupçin ndaluan dy të mitur të moshës 15 dhe 16 vjeç nga fshati Grupçin. Gjatë kontrollit të automjetit të tipit Volkswagen Golf me targa të Tetovës, me të cilin po udhëtonin, dhe gjatë kontrollit personal është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të vijoj për ashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 23 në rrugën 160 në Tetov, punonjësit e policisë nga SPB Tetov ndaluan personat MK 31 vjeç, ER 24 nga Tetova dhe TS 24 vjeç nga fshati Jançisht, pasi që tek ata është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:30 në fshatin Shemshov, komuna e Jegunovcës, punonjësit e policisë nga Departamenti Policor Jegunovc arrestuan AM 22 vjeç nga fshati Shemshov, i cili ishte i kërkuar në bazë të një urdhri gjykate për vuajtjen e dënimit me burg për veprën penale, sipas nenit 383 në lidhje me nenin 22 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Dje rreth orës 14 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, punonjësit policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar arrestuan MK 58 vjeç nga fshati Bellovishti Gostivarit. Ai ishte i kërkuar në bazë të një urdhri gjykate për vuajtje të dënimit me burg prej 1 viti për veprën penale, vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Mbrëm pas mesnate në bulevardin Vëllezërit Gjinoski Gostivar, punonjësit policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar arrestuan XJ 22 vjeç nga Gostivari sepse është sjell në mënyrë agresive ndaj punonjësve të policisë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Sot në mëngjes në orën 4:30 në rrugën Iliria në Tetov, punonjësit e policisë nga SPB Tetov arrestuan SD 34 vjeç nga Tetova, duke vepruar pas një denoncimi paraprak se ishte sjell në mënyrë agresive ndaj antarëve të familjes. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë për ashtresë përkatëse.